Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale 2025. Jemi me komunën e Junikut sonte, edhe kandidatët për kryetar do të diskutojmë me ta për planet dhe projektet e tyne për 4 vitet e ardhshme për Junik. Debat për një me është debati i vetëm në vend që zhvillohet me standarde që quhen standardet fact-checkut, apo të verifikimit të fakteve gjatë kohës që ndodh debati. Juniku i ka 4 kandidatë të cilët synojnë qeverisin e komunës për temat e rëndësishme të komunës. 3 nga 4 kandidatë kam pranu me orë në debat, i vetmi që duket se ju ka friksu debatit është Fatos Shala i PDK-s. Fatosi tash ka hyrë në listën e dezertorëve për debatet e zgjedhjes komunale si disa nga komuna tjera. Nga 3 kandidatët kemi me synu me marrë vesh se ku kanë me dhanë leje për ndërtime në Junik, kujt kanë me i dhanë leje edhe deri ku dhe ka kanë me leju zhvillimin e qytetit, sepse debatet tona po fokusohen kryesisht në zhvillimin urban. Po vazhdoj me i prezentu si pas renditjes alfabetike kandidat për kryetar të komunës së Junikut janë Agron Kuqi nga AK, Jetmir Tofaj nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe Rushdi Shehu nga LDK. Rregullat e debatit i dini, po filloj me 2 minutat e parë për juve zëndi Kuqi. Programi ynë zgjedhor është vazhdimsi e një qeverisje me vizion energji për kushtim, përgjegjësi dhe transparencë, për zhvillim qëndrueshëm dhe mirëqenie për të gjithë qytetarët, ashtu që në bazë të mundësive dhe potencialeve ekonomike, sociale, kulturore, natyrore e historike, komuna e Junikit, vizioni për komunën e Junikut në mandatin e ardhshëm 2025-2029 është Juniki porta bjeshkëve të Nemna dhe kullat të Dugaxhinit, një komunë ekologjike, inteligjente, mikpritëse, ku të rinjt e të rejat punojnë e jetojnë nga turizmi, agroturizmi dhe bizneset e vogla e të mesme. Ashtu që për më tepër, ky vizion mbështetet në 4 shtylla, të cilat janë ekonomi rurale dhe agroturizëm, turizëm dhe trashëgimi kulturore historike, infrastrukturë mjedis, aftësi, qeverisje dhe partneritet. Për më tepër dhe për rrjedhim kemi projekte të cilat unë do t'i lexoj në vijim derisa të zgjatë dhe koha. Është ndërtimi i kompleksit qendër në sheshin Edmond Hoxha, ndërtimi i kompleksit Moronic Serenik, subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, agroturizmi, fermerët, gastronomia, artizanët, operatorët turistik, bujtina që ofrojnë akomodim për vizitorë si dhe veprimtari të tjera. Ndërtimi i kompleksit gjithashtu, kompleksit rinor, qendra rinore, me hapësirat, me pishina dhe të tjera. Ndërtimi i stadiumit të futbollit, palestra sportive në gjimnazin Kuvend. Faleminderit. Koha, platforma e ju Jetmir Tofaj për Junikun 4 vitet e ardhshme. Përshëndetje Jeta, përshëndetje për të 3 Junikat, Junikun e Kosovë, Junikun e për Kosovë dhe Junikun jashtë Kosovë në diasporën tonë të fuqishme. Do të dëshiroja që këtë garë ta zhvilloj me kandidat më të ri, por fatkeqësisht më duhet të ballafaqohem me 2 kandidatë që janë figura të recikluara të politikës tonë lokale, pra Rushdi Shehun që ka qenë kryeshef ekzekutiv 2006-2008, Agron Kuqin kryetar komune 2009-2021 dhe pastaj prap Rushdi Shehu 2021-2025 kryetar komune, dhe këtu do ta paraqes edhe vizionin tim për 4 vitet e ardhshme, i cili nuk mund të
drejtohet drejt ardhmes para se të zgjidhin problemet e së tashme, të cilat janë fillimisht siguria dhe rregullimi i qendrës, pra pa siguri nuk ka zhvillim, do të përfundojmë rregullimin e lumit Erenik për ta mbrojtur qytetin nga përmbytjet dhe do të rikualifikojmë qendrën e vjetër me trotuare moderne, ndriçim, hapësirat e gjelbërta dhe shëtitore. Çështja e ujit është një çështje që nuk do të dëshiroja ta përmend në këtë fushat, por fatkeqësisht më duhet. Pra kemi lagjen Agim Ramadani i cili përballet me mungesë të cilësisë së ujit dhe pjesa tjetër e qytetit që përballet me mungesë të ujit e pijes. Në lagjen Agim Ramadani në secilën shtëpi do vendosim filter që do bëj pastrimin e trubullirës për të vazhduar pastaj me zëvendësimin e gypave të azbestit. Për pjesën tjetër të qytetit do ndërtojmë rezervar dhe do shiqojmë të identifikojmë e varit ose humbjet dhe keqpërdorimet. Natyrisht se kjo do ndodhë në bashkëpunim me kompaninë rajonale që menaxhon ujërat hidrodrinin. Një pikë e veçantë është elektrifikimi i bjeshve i cili nuk mund të bëhet nga komuna dhe nuk ka kapacitet, por do të bashkëpunojmë ngushtë me qeverinë, Ministritë e Linjës dhe Kecin, sepse elektrifikimi është parakusht për ndërtimin e resorteve dhe partneriteteve publiko-private që do e zhvillojnë bjeshkën tonë. Rinia është boshti së ardhmes, ne do të kemi program të përhershëm bursash, jo vetëm shpërndarje gjatë fushatave, do të përmirësojmë shkolla, do të mbështesim mësimin gjithditor dhe do të investojmë në sport, fusha futbolli, palestër boksi dhe kushte për klubet tona, por përveç tyre rinia jon ka nevojë edhe për teknologji dhe inovacion, do të krijojmë hapësira digjitale. Faleminderit, Rushdi Shehu, platforma juaj për 4 vite të ardhshme. Faleminderit. Jeta në 4 vitet e fundit Uniki ka dëshmuar ndryshim të madh. Janë asfaltuar rrugë kryesore Unik Gjeravic, Unik Krastovic, po vazhdojmë me punimin ndërtimin e unazës së qytetit, kemi ndërtuar park qendrëqim publik smart, kemi hartuar master planin për bjeshtin e Unikut, kemi funksionalizuar shërbimet shëndetësore 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë, kemi ndërtuar qerdhen për fëmijë, kemi përfunduar shkollën Edmund Hoxha, kemi mundsuar transport falas dhe nxënës për nxënës dhe bursa për student dhe kemi sjell projekte madhore si parkin solar i cili do të jetë investim 42 milionësh në komunën e Unikut. Tani vizioni ynë është edhe më i madh, në mandatin 2026-2029 do të ndërtojmë sheshin e ri Edmund Hoxha, do rikonstruojmë shtratën e lumit Erenik me ndriçim dhe shtigjet e ecjes, do të ndërtojmë drenazhe për rritjen e kapacitetit me furnizim të ujit të pijesh. Rezervari 1200 kubikësh në lagjen Pepsh, do ta bëjmë edhe një rezervar, si dhe separatorin për largimin e turbullirave të ujit të burimit të Shkozës për lagjen Agim Ramadani. Do të ndërtojmë fushën sportive në shkollën fillore, palestrën e mbyllën të gjimnazi, fushë të hapur sportive dhe kënd të lojra për fëmijën në lagjen Berish, bazen gjysmë olimpik dhe shtëpinë e kulturës. Në turizëm do të bëhet shënjezimi i shtigjeve, skijimi, freeride në bjeshket e Unikit, ndërtimi i teleferikut, shtigje të reja për hiking dhe ciklizëm, zona kampingu, pika vrojtuese panoramike dhe digitalizim të plotë të shtigjeve malore duke kthyer Unikun në destinacion turistik modern. Në shërbime publike do të ndërtojmë aborrin riciklues të mbeturina inerte, do vazhdojmë me kanalizime prap, me kanale të ujitjes dhe rrjet të ndriçimit publik smart, ndërtimin e rrjetit të energjisë elektrike në Bjeshk, Gjocaj, Gropa Erenikit, segmentin kryesor. Ne që kemi fet do të ndërtojmë ashensor për personat me aftësi të kufizuar, do mbulojmë shpenzimet shëndetësore për çmurit kronik, do japim subvencione për leonat dhe do mbulojmë shpenzimet për rastet e vdekje apo të varrimit. Në arsim zbatojmë arsimin tërditor në qedhe, do vazhdojmë të mbështesim nxënësit dhe studentët në bursa. Koha zotni Shehu, faleminderit, replik, koha për replik, urdhna, Jetmir, pastaj Agran. Qërsa dëgjojmë këto premtime, mu duket që jemi prapë në vitin 2021, pasi janë premtime të dëgjuara dhe kemi patur një mandat për realizimin e tyre. Pra kemi shumë premtime duke përfshirë zonën e Gjeravicës, ku është thënë se do të rregullohen, asfaltohen rrugët, krijohen hapësira për parkingje, në partneritet publiko-privat do të ndërtohen hotele dhe restorante në zonën e Gjeravicës, ndërmarrje komunale për menaxhim mbeturinave, ndërmarrje komunale për menaxhimin e ujrave dhe ujitin në tokave, palestër sportit, gjimnazit dhe gjitha këto që i tha kryetari, i ka thonë në 2021, pse duhet i besojmë prapë edhe për një mandat tjetër. Agran? Po i lutem, unë po befasona me kryetarin Shehu, i cili po thirrën disa projekte, të cilat të gjitha janë projekte të qeverisë sonë dhe për më tepër e përmendi rrugën Unik Gjeravic, ajo është rrugë e nënshkruar, e filluar sa herë, kështu që për më keq, ajo rrugë akoma s'ka përfundu, akoma në bazë të projektit, bazë kontratës ka për të kryer. Edhe aq më keq që i tër aksi është dëmtu sipas projektit.
ka kthesa jashtëzakonisht të mëdha. Koha, Rushdi. Nuk janë ndërtuar as mure. Koha për zotin Rushdi. Spari, Adran, 30 sekonda i keni. Rushdi. Çështja që po i kontestojnë nuk kom përmund ndërmarrje publike komunale, kom tentuar 2 vite, por nuk e mbulon as funksionalitetin e saj, nuk ka qëndrueshmëri ekonomike financiare, sepse ka bord, ka auditor, gjithaj ka. Kom kalu në fazën e shërbimet me sektorin privat që shumë mirë po i kryen punët. E dyta, nuk është e vërtet, po gjitha qëto shaj kom premtu. I kom realizuar, instituti GAP, i bën matit, të lutem, këshune vetëm 3 projekte, 2 janë të nisra, një nuk është i përfunduar. Agran? Ajo është kredibil për me dho vlerësim dhe matit, jo këta. Gjitha. Edhe diçka të lutem. Jo, vetëm pak 30 sekonda i merr mas nej, Rushdi. Ka 30 rregulla. Kryetari Shehu ma thot një projekt të vetëm që është burimor nga i njëjti. Të gjitha në vazhdimsi. Për me tepër, ky edhe ka projekte të cilat i ka ndalu, i ka bloku. Rruga Junik Gjeravic është e nisne, e gati në fazën përfundimtare, po ka zhagit për 4 vite, dhe aq për me tepër, po ritheksoj, as përse ofrim nuk është sipas projektit i kryer. Mas pari nuk kemi ekspert për të vlerësu, kjo është një projekt që unë e kom gjetë trashëgu, e kom revidu me eksperta, dhe normal se 2020 e kanë nënshkru, po unë kom vazhdu punim, kjo 12 vjetë se ka shtru, as se ka mujtë mi bo. Pra ndaj unë po përfundoj, ju lutem, që është tjetër. Nuk te zona e Bjeshkës, kom bo studimin e fizibilitetit, në bazë të studimit e fizibilitetit, kom para pa këtë projektin që kom pas në mandatin e parë, do të kryet në dytin, sepse kom të dhanat e sakta të ekspertve që kanë bo studimin e fizibilitetit dhe përcaktojnë ka duhet zhvillohet turizmi. Po thirret në studim fizibilitetit, ku është ai dokument? I publiku se ka po askush, as është ka qenë kuvend, as se ka po askush studimin e fizibilitetit. Për më tepër, ne me Ministrinë e Planifikimit dhe Ambientit kemi hartu dokumentin e planifikimit hapësinor të Bjeshkëve të Nemna, që do të pasojnë dhe dokumente tjera, megjithatë siç dihet Ministria u fuzionu Ministria, pastaj ne nuk ishim qeverisje dhe nuk ka lëviz që nga ajo kohë as të një shkronjë s'ka lëviz. S'ka lëviz se sa në fuqi. Zotni Shehu? Spari, asnjë lëvizje në projekt të rrugës nuk ka. Ne kem zbatu kontratën çfarë ka qenë është e vërtetë e lidhur, po unë e kom kry brenda këtij mandati dhe ngrop Ternikit. Kom prap punë se kom pengesa me Parkin Nacional, sepse ata po ndërhyjnë nga një herë pengesat dhe nga lehtësimet, këto nuk qëndrojnë zonë. E dyta, studimin e fizibilitetit e kemi bërë 5 komunat e Dukaqinit. Na ka mbështet sfis kontakti dhe ambasada zvicrane me ekspertat vetë. Ju ka qas nga Istogi. Faleminderit, koha jetë mirë. Po vrej një kacafytje mes 2 kryetarit aktual dhe ish kryetarit për rrugën e Bjeshkës, po ashtu edhe përmendi edhe kryetari investimin e rrugën Junik Restovic, po harrohet një fakt shumë i rëndësishëm. Një falënderim i vogël për qeverinë që ka bërë financimin e këtyre rrugëve ose financimin kryesor, pasi komuna Junikut si një komunë me buxhet të vogël nuk mund të përballojë këto projekte madhore pa mbështetjen e qeverisë. Prandaj mendoj se duhet të ruhet një partneritet i mirë me nivelin qendror. Munda? Qeveria është e jana, nuk është e huaj. Absolutisht e po, prandaj një falënderim. Mbledhja të hyra buxhetore, unë kom punuar në taksën Kosovës në drejtorinë administrative të tatimeve, të gjitha mbledhen në nivel qendror. Ato shpërndahen me projekte. Unë edhe faleminderoj sepse me projekte konkrete kom gjetë mbështetje të hartura nga kompanitë e specializuara që i kanë. Jetmir? Është përkrahur edhe projekte të tjera të cilat nuk janë realizuar, si për shembull ndërtimi i bazeneve rreth parkut Moronica, për cilat Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal i ka ndarë mjetet, nuk e di pse i ka kthy kryetarin e qeveri, prandaj këtë shohim mungesë të vizionit në thithjen e sa më shumë mjeteve nga niveli qendror dhe nga donatorët e jashtëm. Urna? Nuk qëndron, është bëaj një përshkrim i projektit, nuk kemi dashur as të marrim sepse hartimi i projektit e lumit Ternik në gjatësi 2.8 km, i shkatruar, i ndërtuar 4-5 vite më herë, i shkatruar krejt. E kemi bërë të rizë, sepse ne ka rekomanduar ekspertët duhet kemi kujdes të saj përket ndërtimit dhe standardeve për ndërtimin e shtratit të lumit Ternik. Nuk qëndron ajo zotni. Ajo. Atëherë pse keni premtuar një gjë të tillë në vitin 2021, kryetar Shehu?
Nëse e keni ditur se nuk ju nevojiten ato para, pse duhet të premtohet ndërtimi i bazeneve. Rinia jon keni thonë atë kohë që ka nevojë për hapësira ku mund të lahen gjatë verës dhe t'i shfrytëzojnë dhe ka qenë edhe premtim elektoral. Qeveria i ka ndarë mjetet, ky nuk i ka shfrytëzuar. Është e pa drejt thuhet se nuk kem nevojë për ato parë, sepse ndarja e prioriteteve të qeverisë është për komuna dhe komuna duhet t'i shfrytëzojnë ato mjete. Jo, unë kom premtu bazenin gjysmë olimpik. Problemi ka qenë i lokacionit. Ajo pjesa rreth lumit kanë qenë intervenimet vogla. Ne e kemi bërë tashmë, vetëm është që ky s'u realizuar se kemi bazenin gjysmë olimpik do ta ndërtojmë. Këtë mandati që do të jetë. Edhe lumin e Renik do ta ndërtojmë, edhe sheshin dhe qendrën. Këto janë 4 projekte edhe turizmin. Janë kryesorët më vitale që Unikin e kanë bërë atraktiv, që sot pas rrugës si po thotë se kom shtruar, pas rrugës janë 300, 400, 500 vet brenda javës që vizitojnë pjesë të Unikut. Faleminderit, Agron. Zoti Zheju po thotë që kam pas premtime andaj këndaj. Për çdo vit kanë për sheshin qendror Edmund Hoxha mjete dhe asnjëherë si ka shtin funksion për ndërtimin e këtij sheshi. Domethënë gjithmonë i ka çu vitin e ardhshëm. Kështu që i ka çu në suficit atë buxhet. Duhet të jem shumë korrekt, qeveria e Kurti ka qenë shumë dolirë në raport me qeverinë komunale të Unikit, mirë, po për shkak të pazotësisë tyre, do thotë kanë shku projekte ashtu, kështu që nuk e ka. Zoti Zheju nuk e ka asnjë projekt ka dështuar në secilin segment. Secilin segment ka dështuar. Të gjitha obligimet në lumin e Renik 150.000 euro me përmbarues që janë marrë, janë të papaguara tuat i nderuar. Sheshi pasi kom nis procedurat me nënshkruar kontratën, mi kanë marrë përmbarues kontrata kolektive. Nuk qëndrojnë ato. Këto janë deklarata që ti ke mashtruar 12 vjet e ke rrajt popullin Unikit. Ta din ata, atë njëjën edhe mua. Prandaj Agron, mos i ndërhyj. Këto nuk përdoren po mshtinë me futboll gjuf fjalor që se kom në kulturën time. Por ti s'ke faj se ti me qenë se ke marrë edhe bujtin për nevojat tua, e se kyllon fermerëve tjerë në Bjerë që e ke ndërtu, ti nuk zgjedh mjetet tjerë. Koha. Jo lutem mos ta akuz shumë e madhe. Jo, është hiç e madhe. Ta sjell provën për ata që nuk kanë bujtinë. Unë nuk kam bujtinë. E kam stanin sikur gjithë. Po çaja është. Kart e Unikit kam stanin. Tim bashkë me familjen, bashkë me vëllezër. Përndryshe, ky po lojën e serbes që cilë thojnë apo të Maksimen e Dobrica Qosiqit, raj sa më shumë dhe përsërit e rranën që të besojnë të tjertë. Do thotë, kjo është kulturë e tij personale. Kjo është një kulturë e tij personale që e njohin gjithë qytetarët. Prandaj, për shkak të asaj pune që kam bërë për 12 vite, më kanë thirrë sot qytetarët që të jem sërish kryetari i komunës së Unikut. Faleminderit Jetmir. E kemi një përballje këtu mes të kaluarës dhe së ardhmes. Pra, këta dy persona që sot garojnë e kanë qeverisur komunën e Unikut për 18 vite dhe kanë plot premtime që nuk janë bajt. Koha është për të ardhmen sepse rinia është motori i ndryshimit dhe premtimet tona janë të realizueshme dhe kemi hartuar një plan program që ka mbulesë financiare dhe të cilin do ta realizojmë brenda mandatit ton 4 vjeçar. Ju kërkoj gjithëve mos me këty debatin personale, po du me dalë në temën e parë të zhvillimit urban. Në Unik nuk ka shumë apetite për me ndërtu banesa të mdhaja. Shumë. Mirë po me gjithate, apetitet e ndërtuzve janë me gjithate në zonën e mbrojtërit të Unikut, edhe në zonën e Gjeravicës. Uniku këtë vit e ka miratu planin zhvillimor komunal edhe është në proces të hartimit të hartës zonale. Po du me i pyet kandidatët nëse zgjidhen kryetar, sakt në cilat zona kanë me leju me ndërtu banesa, a sa kanë me leju me ndërtu, çfarë do t'jenë kriteret, a kanë me i ull apo me i rrit kriteret e tanishme. Po fillojmë tash për juve zëni Sheu. Më falë, në Bjeshk po mendoni? Edhe në Bjeshk, edhe në qytet. Shqo, në qytet ka qenë plani zhvillimor komunal i hartuar në 2008-ën, 7-ën e përfundon i 8-ën, që e ka marrë në dorëzim kryetari që ka ushtruar funksionin e vet 12 vite, ka përcaktuar nivelet e etazhitetit e gjitha. Por me një vendim të kuvendit, në kohën e tij është bërë ngritja në P+7 në qendër. Është kemi vendim, është vendim i kuvendit komunal. Sa i përket Bjeshkës, ne do të bëjmë planet e hollësishme me eksperta të fushav të ndërtimit dhe turizmit.
nuk mund të nisim asnjë objekt pa pas planet të udhëtishme për Bjeshkë. Edhe çka do të lejoni në Bjeshkë? Më kallëzoni për vizionin e juaj. Çka do të lejoni me u ndërtu në Bjeshkë? Bjeshkën e menaxhon Parki Nacional i Bjeshkët të Nemne. Komunat nuk kanë kompetenca as pak sa i përket. E pse po bëni horizonale pra? Hartën sepse kemi fut planin në hapësinor të Bjeshkëve të Junikit, e kemi fut në PZK, planin zhvillimor komunal. Po. Dhe tashti na duhet me bëm që me bëm edhe komuna tjera, edhe me bashkëpunu me Ministrinë e Linjes në këtë drejtim që ai plan me u miratu, po me qetë diskutim të mbrëmshëm dhe publik, pastaj me fillim. Mirë, po ai vyn leje atyne që ndërtojnë në Bjeshkë. Sigurisht si Për juve ai vyn, për komunës Junikut. Ligji e planit hapësinor lejen investitor, vjen e bën një projekt, e dorëzon në komunë, neve pastaj e dorëzojmë. Komuna i përgjigjet. Ne Ministrinë e Linjes që është, ata bojnë miratimin. Mirë, po ju e lëshoni leje. Kështu është rregulluar me ligjin për planin hapësinor. Ju e lëshoni leje fillestare? Jo. Hiç. Asnjë leje komuna nuk ka lëshu sa e mune as që kom drejt me lëshu. Okej, do me thonë, a do ta vazhdoni planin zhvillimor, qa i fundit që është, ku lejohet P+7 deri në 7 kat, 8 kat ndërtimi. A do ta ndroni? Jo, na do shqyqojmë, nuk është qëllimi me ndërruë, me bo damet maja, po do të shqyqojmë mundësit që plani hollësishëm me eksperta, me diskutime publike, me qytetarë, me komunitet. Po, veç vizioni politik po më interesoni juji. Para se me hi eksperta, denjë sa katë do të lejonin qendër të Junikut më ndërtu? Që nuk mund të thamë unë denjë sa, ata duhet me dho fjallën, në fund të marim vendimin na. Qysh ata mujnë më lobu për i ndërtuzve? Jo, nuk mundën se, nuk lejojmë as na ato punë me leju. E nëse nuk lejonin, caktoj që tash sa është maksimumi? Nuk mund, tash një maksimum me kemë qendër P+7. Qatë, s'kemi më shku ma tutje? Jo, mërë qëfara, jo, tepër është edhe ajo, po duhet me respektu vendimin e konvendit, u kry. Jo. Munën edhe me 5 me bo. Se ju i keni asamblijistat, ju e votoni. E kemi një vendim i cili është në fuqi i konvendit komunal, e ka përcaktuar të agitetin në qendër, të ngushtë të gorë. Do të amoni qatë plan? Duhet me mbajt ata, se ka leje, ka gjitha i ka... Jo, s'duhet, murën i me ndru. To varet për vizionit politik. Me ndru, në rrimi planit do të bëhet, pa do të preket, nuk e di me eksperta do shqyqohet. Nuk e dini. Jetë mirë, a din ti, a do të preket? Atëherë është e vërtet që fillimisht kanë qenë të lejuar etajitet deri në 3 kat, pastaj është ndryshuar kjo dhe kjo ka shkuar në P+7, është e vërtet, kjo qëndron dhe ne natyrisht nuk mund të bëhemi për dikën nënë, dikën njërk, prandaj për qendër nuk maksimumi që do lejohet është 8 kat ose P+7, përdhesa dhe 7 kate të tjera. Për Bjeshkët e Nemëna, kjo është rregulluar qartë me infrastrukturën dhe legjislacionin fuqit Republikës së Kosovës. Ja kemi ligjin për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemëna në miratun vitin 2013. Apo respektohet ai ligj? Për këtë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka evidentuar që nuk ka respektim dhe ka evidentuar dhe ndërtimet ilegale atje në ortofotën e vitit 2013. Edhe i ka rëzu? Jo, nuk i ka rëzu. Nuk i ka rëzu, po për këtë nuk është kompetencë e komunës ekskluzivisht. Pra është plani hapësinor i miratuar në 2023 me 65 vota për në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i cili duhet të respektohet në plotëni dhe për këtë do bashkëpunojmë ngushtë me drejtorinë e parkut, me ministrinë dhe me të gjitha institucionet tjera relevante. A do të rëzoni ju ndërtimet ilegale? Nuk mund na mërzu nëse nuk jam kompetent. Kjo duhet jetë e qartë. Po do bashkëpunojmë me të gjitha. Mundet me vendim gjykatave ajo bëhet. Me vendim gjykatave. Se shpejtim Bulliqin po duhet të Liçeni ja u ka rëzu. Bulliqi ja u ka rëzu. Po nuk besoj si ka arrit me rëzu po një vendim gjykatave. Pra ka infrastrukturë qartë ligjore se si bëhet kjo. Rëzu mas ne i ka thonë, meru ti me gjykata i ka thonë polve. Po atëherë rrezikojmë të shkojmë pa di nga polet. Sepse inspektoratit është mos me lanë ndërtimin pa leje. Unë jam për mbrojtjet ligjit në plotëni dhe për këta do bashkëpunoj ngushtë me gjitha institucionet relevante. Mirë. Kallëzon atin cila lagje kime lanë me ndërtu, deri në 7 kat nëse si që tha, ky plan e rregullon pra në qendër këta dhe aty do lejohet në 8 kate dhe problemi i Junikut është edhe se është një pjesë e madhe e qytetit në zonën ne, pra duhet një ridefinim mendoj zonave edhe për të ruajtur edhe trashëgimin kulturore historike cila na bën krenar dhe për të cilin burremi para turistëve dhe vizitorëve që vinë në Junik. Pra do ketë bashkëpunim të ngushtë me ekspert për këtë çështje. Faleminderit, Agronkuqi, plani juaj për zhvillimin urban. Për DNI të opinionit të qytetarëve, ne planin zhvillimor komunal 2010-2012 në bashkëpunim me Unë Habitatin dhe Departamentin për Planifikim hapësinor kemi përfunduar.
Në vitin 2018 kemi fillu, e kemi kry plotësim ndryshimin, sepse ka qenë kërkesë e Ministrisë, së lartë cekur, dhe kemi bërë gjitha dëgjimet publike, kemi dëgjimet publike me qytetarë, e kemi prezentu ndryshimet në Kuvendin Komunal dhe e kemi dërgu në vitin 2021, e kemi dërgu në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, dhe për arsye të panjohura deri tani nuk është kthy. Përkundrazi, kryetari Shehu e ka nisë një plan 3 zhvillimor krejt të vetin. Dhe më thonë është për çudi. Tërkaq, fokusi janë do të jetë natyrisht gjithsesi përfundimi i këtij dokumenti të rëndësishëm strategjik dhe fokusimi te hartat zonale, duke përfshi planin për mobilitet, pastaj planin për menaxhim të hapësirave publike, si dhe planin për ekoturizëm. Sa i përket çështjes Sa kat, një herë dashur po. doni me leju. E kemi pa të arsyeshme atëherë dhe prapë qëndroj që në bazë të kërkesave dhe qytetarëve, po dhe mendimin e ekspertëve që do ta marrin patjetër, që do ta rishiqojmë se cili do të jetë një qëndrim, do të jetë një qëndrim i përbashkët me në këshilla me qytetar, me ekspert, thotë që mos ketë pa kënaqësi, po të jetë i pranueshëm, pra të ketë një konsensus të përgjithshëm. Po, veç vizioni juaj po na intereson. Një është mendimi i ekspertëve, 2 është vizioni juaj. Po, unë jam për mëmbetaj. Që ky, po plus 7. Po, patjetër. 7 kat, krej lagjet 7 kat? Jo, do të jetë me zona. Mirë, hajde, në cilën zonë sa? Zonën e parë do të jetë 7 kat, zona tjera unë mendoj që edhe nuk ka kërkesa. Sa? S'ka kërkesa, do të jetë 5. Eventualisht, kështu që nuk ka kërkesa. Ndërtimet ilegale që janë bu pa leje në për bjesh, ka do t'i rëzëni? Shiqo, aty ka kompetencë ligjore Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Kur të thehet ligji, edhe vazhdohet më ndërtu. Ne kemi kërku, sepse ne kemi kërku që edhe fshati Gjocaj, edhe fshati Jasiq, me qenë se gjenden në Parkun Nacional, t'ju jepet e drejta komunës që t'japin leje për ndërtim. Gjithashtu kemi kërku që të gjitha stanishtat si i quajmë ne, cilat qytetarët e Junikut për qindra vite kanë dalë aty gjatë verës, që të ju krijohet e drejta e qëndrimit, e drejta e ndërtimit atyre stanave bujtinave. A ka ndodhë, masi që keni kërku? Nuk ka pas lëvizje, për fatkeq në Ministrinë nëse nuk ka lëvizje, roli i inspektoratit komunës o më shku me erxu. Roli komunës së Junikut do të jetë evidentimi, verifikimi, matjet gjeodezike dhe çdo gjë që është në kompetencën e komunës edhe të inspektoriatit. Po kompetencë është edhe me erxu. Juve që as po ju pëlqen. Për rrëzimin e tyre janë kompetentë gjykatat, kështu që nuk është kompetencë e komunës. Urdhënar është replik? Se pari, në zonat që janë të treta, në planin hapësinorik, neve kemi dhënë kontributin 3-4 komuna që kemi qenë. Peja, Deçani, Juniku dhe Istogi, kemi marrë pjesë, kemi dhënë kontributin që zonat e treta të lejohen të jenë të përcaktuara për ndërtimin e bujtina u këtadione. Po veç që ka ngut kërkosh që ka ngut. Tash rregullua jo, tash duhet me i bo planet rregulluese të hollësishme atje. Mi bazën e këtyre planeve që do të miratohen nga Ministria, në bashkëpunim me Ministrinë. E ju po menojnë që në ato plane legalizohen krej ndërtimi ilegala? Jo, ilegal nuk rrëve, nëse te kalon ata kanë me thonë ekspertat dhe organet e rendit. Po, mas ne a i rëzani ju kur ta thojnë ekspertat vetën? Nëse ata thojnë për mirëxua, nuk besojnë e bjesht Junikit që ka ndonjë villë që bjen kundërshtim me normen e natyrës. Zbjen? Në bjeshtet Junikit jo. Ka ndërtime, ka një katëshe dhe 2 katëshe bujtina, por ato mund jenë me gurë natural, por unë besoj se nuk ka me pas rast. Ju pedini që krejt janë me gurë natural? Natural janë shumit krejt, nësë mundat, po që pas informatav që ko marë nga vëzhgusit që bojnë monitorimin, shumit sa janë. Ta ashti, sa ma shpejt duhet edhe qeveria dhe na me i bo planet e hollësishme dhe njerëzit me i legalizu, apo me i detyru, me i korrigju. Prej te po filloj vishpytjen, a keni në listat e juja për asamblejës ndonjë ndërtues edhe a keni financiar të fushatës juaj ndonjë ndërtues? Biznes që ndërton. Nuk kom për zotë se di nashta mundet me qenë në një fshan ajo që si kjo biznesmen jo të Junikit jua. Që ta, dhe me thonë, kandidat për asamblejë nuk i ki ndërtues. Ndërtues nuk kom. Munda me gabu për mama nëse ka e pranoj nëse është për mos dije mundet më.
Jo, unë nuk i di, po dojë me ditë për talë. Për sa di unë nuk kam. Jetë mirë? Po e ka numrin 2 në listë. Është ndërtues, po nuk ka kur gjë të keqe në atë punë. Është shpejtim gacaferi kryetari. Ja, vetë lutem. Është ndërtu, po nuk ka kur gjë të keqe në atë punë, vetëm nuk e kuptoj arsyeën pse më mshef. Edhe unë kam ndërtues në listën time është edhe numri 2 im, i cili nuk operon në Kosovë, operon në Mynet të Gjermanisë. Është ndërtues. Po jo në Kosovë. Nuk është investitor në asnjëherë në Kosovë, operon me bizneset e tij në Mynet. A ka ai plane me ndërtu një unik kur të bosh? Me sa di unë jo. Me sa di unë jo. Ambicjet personale askujt nuk mund t'i di, po me sa di nuk ka. Jo, a keni bo muhabet për para? Jo, nuk ka shpreh ndonjë interesim. Okej, financier që është ndërtuesi joti? Jo, Financieri i fushatës? Financier të mi janë partia politike të cilën e përfaqësoj dhe kursimet e mia personale. Mirë, Agran, listën tënde për asamble? Nuk kam as... S'ka ndërtues? Nuk ka ndërtues. Financues të fushatës? Nuk kemi as financues. Okej, Rushdie kërkove fjalën. Dashta të shëroj se për kryesuesin e kuvendit e pat, merret me ndërtime të vogla, ka kështu të ulta quhen ato. Jo. Po që është një inxhinier i përsosur edhe është i përgatitur edhe nuk ka bile kritikues për këto tejkalimet që bëhen më shumë t'jaj. Po, a? Është shumë mirë që e ka në listë, është shumë mirë që është kuvendit, punëson familjen në Junik, po nuk e di pse duhet me mshef atë punë. Jo, më është çfarë pas në rregullin. Faleminderit, unë po du me dalë që tash s'ka replika të ndërtimet ilegale, sepse temën e tretë e kemi sonde, sipas të dhanave të Ministrisë së Mjedisit edhe Planifikimit Hapësinor edhe Infrastrukturës, nga regjistri i fundit kur jo mbo matjet në vitin 2015, Mynik ka ndalë që janë 917 ndërtime pa leje. Legalizimi i ndërtimeve pa leje kërkon angazhim edhe staf të mjaftueshëm për adresimin e kërkesave që qytetarët i kanë për legalizim të objekteve. Pa marrë parasysh a i për përgjigja pozitive a negative, ne po i pyesim kandidatët qysh kanë me arrit me zvoglu këtë numër të ndërtimeve pa leje në trajtimin e këtyre landëve në zero. Pra, i keni 917 ndërtime, po fillojmë prej teje Agran, a ki me pru në zero numrin e aplikimeve për legalizim? Natyrisht se po e thome përgjegjësi dhe po i drejtohem qytetarëve se fillimisht me ardhen tonë qeveri do të krijojmë një task force ashtu. Është një emërtim ndoshta jo tamam adekuat, po që do të jetë prej ekspertëve, natyrisht edhe ekspertët komunës që do të fillojmë me këshillimet nevojshme profesionale, teknike, hartim të projekteve dhe matjeve gjeodezike për gjitha parametrat që duhet dhe deri në fund të mandatit të gjitha do të legalizohen. Ja them me shumë sinqeritet, me shumë përgjegjësi. Po thu që do të legalizohen për premtimin, a do të trajtohen? Mos po do me thonë do të trajtohen? Po do të trajtohen. Mirë, e sa veta mendon që duhesh me i punësu në departamentet të urbanizmit, apo çush do të kemi nuk e të punë? Do të quajmë edhe me kontratë shërbim, sepse ne nuk kemi të mjaftueshëm ekspert. Duhet të jemi shumë të sinqert, do thotë do të quajmë për trajtim të profesional, të ligjshëm që të trajtohen gjitha ndërtimet. Faleminderit, jetë mirë, plani juaj për fenomeni i ndërtimeve pa leje është një plagë në zhvillimin urban të secilit qytet dhe këtë ne do ta trajtojmë me prioritet për sjelljen e zero në fund të mandatit tim, po natyrisht kjo varet edhe nga kërkesat të qytetarëve, prandaj do bëjmë fushata shtyrëse dhe informuese për qytetarët që të kryen këtë obligim i cili buron nga ligji për trajtimin e objekteve pa leje, ndërtimeve pa leje, si dhe bazë aty në kërkesave, ne do të bëjmë angazhimin e stafit shtesë në drejtorinë për urbanizëm e cila merret me këtë çështje. Po këtu isha ndalë edhe të një premtim i kryetarit aktual, i cili në vitin 2021 ka pas thonë që do ta publikon edhe listën e uzurpatorëve, pasi ta merr mandatin, edhe dua ta di si qytetar në radhë parë, edhe si kandidat, pse nuk është bani gjatë tillë. Publiko. Dhe faqe e kitë ministrisë. Nuk është e pa publikune. Nuk e keni bërë publike asnjëherë për me informu. Edhe ai ka qenë premtimi juaj. Ajo është dorëzuar në ministri dhe është publike. Edhe kur kon kryetari e ka pas dorëzuar në kom gjetë vet. Po deshta ta sqaroj të urbanizmi dhe planifikimi. Vizioni për planifikim urban duhet të punohet si pas planit zhvillimor komunal që është miratuar në kuvend
e Junikut. Ky plan zhvillimor, tha kryetari Kuqi se e komunisë, unë e ka nisë, po kalon letër dhe asnjë sam tutje nuk ka ecur. Është dashur të bëj grupin për industri, të merrem me materialet që kemi gjetë aty, po sigurisht, dhe ta shtym 2 vjet e gjysmë benzi kemi arrit për shkak të kritereve që kishin Ministritë e Linjës përmes dispozitave ligjore që unë po du ju kthy të ndërtimet pa leje legalizim. I kemi 1000. A do ta bëni në zero deri në fund mandatit tashëm? Çështja e ndërtimeve pa leje apo dhe legalizimit deri tani na kemi lëshuar non leje. Ju kanë nënshtruar disiplinës së kontrollit të inspektimit. Sa i përket legalizimeve, që është problem që është... non leje për 4 vjeta? Po, s'kemi pas ndërtime më shumë. Non leje që to si i kemi lëshuar. Si pas ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, afati për aplikim e legalizim është deri me 31 dhjetor të këtij viti. Por, ky afat mund të zgjatet me vendim të Ministrisë së Mjedisit prap. A ju po mani ju më të zgjata? Ndërtesat të legalizuara gjatë mandatit i kam 25 që i kanë legalizuar pronarët e tyre. Është një problem se duhet të bartë, duhet në shumë shpejt, do të si sfid, do tjetë sepse shërbimet juridike kanë fillu pilot shërbimet në komunat të Kosovës përmes agjencionit katastral, do të nabin edhe ne si në model një unik, që mënyrë që kjo punë të kryet procesi trashëgimis, në mënyrë që njerëzit të pajisin edhe me legalizim e me leje ndërtimit. Pa që prona në emën tyre, këta nuk mund as të aplikojnë, as që mund të marrin leje. Prandaj është kjo që kemi identifikuar këtë problem dhe shumë shpejt do ta kemi mbështetjen nga katastri i Kosovës në këtë drejtim që edhe Uniku të përfshihet në këtë program. Që shumë shpejt, kur ti vetë po thu, për 4 vjet 25 legalizime i ke bo. Po. Ku shumë shpejt kur i ki 900 pa leje të evidentum. Nga Ministria e Ambientit që po thirrshte, o jo 900 të evidentum. Nëse jo 900, sa vetë kanë më të dash ty për 4 vjet për me i trajtu, nëse krej që ta 900 aplikojnë, zënë që aplikojnë. Jeta, ta shërja dhe lutëm dhe, qeshtja ka të bëjmë me problemin pronësore juridik, trashëgimisë e pronës, që nuk është e bartër mbi... Jo veç ato, ata po ndërtojnë ilegale. Kjo është kryesori, problemi kryesor. Kjo është. Prandaj, kjo... More mës ta bartin ata, mirë po kanë ndërtu ilegalisht që ta. O, ata s'duhet lejohen të ndërtojnë. Jo s'duhet, kanë me apliku të ju për legalizim. Qysh do një, kuj ki kapacitetet me i trajtu 900 aplikime për legalizim? Kuj janë kapacitetet e Unikut? Nëse ligji e lejon në kapacitetin ngrisim, marrim edhe kompani, kontraktojmë që ndihmon këtë proces. Keni pare? Po normal, do t'investoni pare? Do t'i sigurojmë, po, që qeshtja ka të bëjë që me rregullu qeshtjen pronësore juridike përmes programit të katastrit të Kosovës. Faleminderit. Zoti Kuqi replik. Kryetari Shehu tha që i kam dërgu të organet kompetent të uzurpimet e pronave komunale pa leje. Po do të kishte qenë shumë e ndershme, shumë e moralshme nga ona ati si kryetar komune, si i pari qytetarëve që mas pari me largu ndërtimin e vetë uzurpimin e pronës komunale që e kam në sheshin qendror Edmond Hoxha në Unik. Do thotë është banka ekonomike. Sa është? Për lejenia ku është uzurpimi? Kune me shiqu? Kush e ka uzurpu këto? I krisht kryetari Shehu. Ku është e Allah, ta di? Në qendër të Unikit. Cila është? Banka ekonomike është tokë e uzurpuar. Jo. Nuk ish kam në sqaru, aty ka qenë për para, edhe kafiteri. Agron veç pak, Rushdi. Mas pari, tashti ta thëmë sinqerisht se aty në zonë temë, në tokë temë, është i përkohshëm objekt që ko marrë leje në atë kohë në pej. Ma kanë bërë projektin e krejt. Gjatë 96 së ndërtu, kanë dasht emigrantet në lagje që në të ardhën për malit zjatje, me i bjo kioskat për rrëth që aty o ko një vijë u jetë. Unë e ko marrë në shfrytëzim përkohshëm një parcel që është shumë e vogël. Po faktikisht ajo është e përkohshme dhe mos më qënë asë një pikë problemi. Prej 97 e përkohshme? Po. 30 vjetë? Për 30-40 vjetë, o da, kom pagu një taks komunës në Deçan, sa të semi konkurs. E qka ka aty? Shanë s'ka, banka është zyre 2 vetë, kur gjotë tjetër s'ka? Zyre jënë bo? Zyre bankës është. Banka? Po, e ndërtu në është për një kanal, ku është pjesërisht ka një uzurpim të kanalit, po është nërto, ka i kanal ujit. Po nuk kanë rregull. Ajo do të trajtohet me kompetencë, por ne unë e kam marrë për 20... Ashtë e juja? E imja, po. E kush ka me trajtu ato me kompetencë? Monaj do të trajtojmë në vetë. E pse se ki trajtu që 4 vjetë kryetar? Po nuk e shëqa, levizjen për atyhit nuk është problemi se s'kom dash me
as i piksër, se kom 8 ore për mas sa dush hapësirë për parkin që m'le. Edhe? Po ndërtu në atë kohë, e cila është detyrimisht është dafë më marë maza që mes në vinë, në vendosin Atë kohë. kolonet me Jo kioska. 25 vjetë përshis janë ata mo këto, 25 vjetë jena shliru, s'kena organizator që 25 vjetë, pëse se ke rregullu? Është objekt i përkohshëm, ka mu rregullu ajo. Ajo ka mu rregullu bu objekt krejt në zonën ku lejo. Mirë, kur ka mundru? Unë s'po thëmë që mrena vitit po. Okej. A grant maj për fjalla, Rushdi? Të Po, maj për fjalla? maj, çka the? lirisht po. Brenda vitit janë 12 muaj prej shtashit. 12 muaj janë, ajo ka mu se nuk është e përshtatshme as për mua, as për biznesin që shdu. Okej, a grant? O thellë të arsyetimi i kolonëve. Kolonët janë vendosë për edhini lagjën Agim Ramadani. Për derisa vitin 96 apo 97 që thotë që kemi marrë leje, neve shqiptarëve leci na kanë për zonë, pi shtëpia, po edhe na kanë vra, ndërkaq kryetari i shehu ka marrë leje. Kjo tregon për moralin e tij. Veç pak ka bën. Tu kisha lutë nuk je i ndërgjegjshëm as pak as si din rrethana. U komponu në fabrikën ku është lagja Agim Ramadani, kom qenë udhëheqës i përgatitjes teknologjike. E dia, mësë më falë për ato që asnjë shansë se din atë unë. Aty kanë qenë kolonët të ndërtu shtëpijat, kenar të shej, mas të vitit, edhe unë shenë fabrika në 95 në krejt, veqërojet ka pas. Fillon me i hap lokacionet e vogla me bo biznis në përqendër. Pra ndaj jemi detyru maksimalisht, bile të është spëdu me emen, shërbimi juridik i deqanit, më ka thonë, bëne projektin, aplikon, merë edhe ti këtë pjesë, e pagun një takë, si është, s'mundë dhe të përzi para pronës tome. Faleminderit. Që kjo kone? Jetë merë? Se me këto... Spori kisha lutë kundër kandidatet për kulturë në debat pasi edhe vim nga një vendi ku vendit që njihet për atë punë. E dyta e kuptoj qëllimin patriotik kryetare që mos i lejoj kolonet aty, po 25 vite pas mirët qira nga banka komerciale, këta nuk e kuptoj dot. Prandaj edhe pyetja ime ishte aty se pse nuk i ka publiku listat e uzurpatorëve, tash dol që është edhe vetë uzurpator, edhe kjo rrjedh edhe ndërtimin e qendrës Unikut. Ka premtuar që do të investoj 200.000 euro në qendrën e Unikut, edhe po del që nuk ka mujt me bose, u duv me prish bankën, objektin për cilit e merr Qirana dhe përfito vet. Pra, ky që nga rezultati. Që, a banë në qarem se nuk është problemi gjithë atyre që janë ndërtu në për me hek. Problemi është si parër me njësë që anë s'kem pasë në i morën për mbarus. Obligimet në shlumin e rënik që i ndërtu në dhe i shkatërun, 150.000 euro mi kanë marrë që aty, edhe i kanë marrë, edhe 700.000 euro mi kanë marrë për mbarus me projekte edhe me kontratë kolektive. Edhe s'mon të anisësha, jo si s'kishim dëshirë me njësë. E pjesa që është aty të ajo, si po del zona, nuk ka të baj me vijen në ndërtimit, se montash. Për sa metra katror jemi të folë Rushdi që aty? Nuk e di pjesërisht, a janë 70 metra katror, as janë ma shumë se në. 7-8? Po, Për dini, jo. nuk e di, por keq është, nuk bën me qenë. 99 metra e 66 centimetra. Ku shëbët e 99? Ju lutem. Objekti jam është në pronësi tema, zotni, pjesa e parë me atë. As të 1 centimetr, krejt në pronën komunale. Së është të vërtet, as pak. Së është të vërtet. Unë imi verifiku. Pjesërisht shkruan aty. Unë ta Lexoja se ki bua vetë e ki që u listën ti, e kom gjetë. Pjesërisht. Unë ta verifikojnë vetartë. Nëse s'ka tutje adresin që sa jetë mirë, Du me një abo dhe një pyetje. Sa shiraja që merr nga ajo bankë komerciale? 430 euro pas. 430 euro. Pra në vetë janë dikon 5.000 euro që ky i merr nga një pronë që nuk është pronë e tij, po është pronë publike. Edhe çfarë shembull i jep një kryetar komune, qysh mundet mi thonë dikuj liro pronën publike kur vetë është uzurpator. Me të vërtet nuk kam koment për këtë punë. Mandati im do nis edhe me trajtimin e kësaj pune, se rregullimin e qendrës nuk mundem me bo pa lirimin e hapësirave publike, e do të fillojmë nga objekti i kryetarit mas pari. Tjesh, a bën unë tash? I pari që unë kom i përshëndet atë punë, edhe në mu nuk është e vërteta e sasi si është e uzurpim, është 7-8 metra pjesërisht shkruan. Këta kanë bosë, unë se kom bo atë punë e din. Pjesërisht është e vërtet, do të s'ka këtu dilemë, po kjo për mua është një ciklim. Ju lutemi ekipa e televizionit tuaj, e programit tuaj, ta verifikon, shkon. Japim letat katas krejt, mes skice me krejt i kom krejt. Jetë me? Po thot që do e përshëndes atë veprim, thusi bëhet fjalë për pronë në kujt tjetër, për objekt që ka ndërtu në kush tjetër. Pra kë ka mujt fare lehet me zgjidhat një. Merren unë me njerë mas lufte, pasi pas ka pa bo për qëllime patriotike minal kolon me ndërtu. A bën me ditë diçka? Por në. Zotni Kuqi ke qenë kryetar mas lufte, pse sa ke rënë?
Jo këti pas kuj si kom pranu. As kom pas që Pse? kemi qenë në fillimet e ndërtimit komunës, Çfarë, ndërtimit 12 vjeta? kapaciteteve, dhe jo këti pas kuj se kështë. Edhe? Edhe ka qenë qëllimi që duke urit kapacitetet tona në shtet ndërtuese, shtet komunale, Po. që gradualisht në rritin e E tasha, kapacitetet, me se rritin bosh kryetar, qa kime bo? me rritin e mirëqenies, prap se prap. Qa Si kime thash, bo nëse bosh kryetar? prap se prap. Tash e përmenda që e përmendem legalizimin, e trajtimin e ndërtimeve pa leje. Në këtë kuadër, me ndërtimin e sheshit, qendror Edmond Hoxha, kur të fillon aty, radha kom ja hek, nuk ja hek për para, sepse konsiderohet hakmarrje. Ja, 25 vjetë se ki hek, gabim. Qfar hakmarje, o i dasht me vru rend. Jo të këti pas kujt. po për çka Po, ka po, bo kete zurbatorët çrregullim pas ka total aty ka përfitu. bo. Ja, tash Okej. e vlerësojnë qytetarët. Okej, jetë mirë? Edhe ish kryetari që ka udhëheq për 12 vite, po tregon formën ose qasjen e tij se si ka qeverisë, por nuk ja kam hek kërkuj thu si kryetari vendos për atë punë. Na duhet me zbatu ligjin, nuk është aty punë qevesh, e kemi ligjin me cilin duhet të bazohemi dhe duhet të funksionojmë dhe ligji është i barabartë për të gjithë. Prandaj duhet t'i mbyllim syt, edhe kur nuk na konvenon si në këtë rast për kryetarin që ka pronën e vet, duhet t'i mbyllim syt sepse atëherë po trajtojmë komunën si pronë tonë edhe po sundojmë, nuk po qeverisim në bazë legjislacionit fuqi. Kjo është Po du me komendim. dalë të një temë e radhës. Juniku ende ka problem me ujin e pijes në lagjën Agim Ramadani. Po ashtu ka probleme edhe me menaxhimin e mbledhjes së mbeturinave. Vërshohet nga lumjerin e po ashtu, sa herë që ka të reshura, këto janë pra problemet e shërbimeve publike, po du prej secilit kandidat me ndigju zgjidhje për çështjen e ujit të lagja Agim Ramadanit, mbeturinave edhe të vërshimeve. Po fillojmë për mesit kësaj radhe, jetë mirë. Atër ne kemi një plan konkret për trajtimin e problemit të ujit të lagjës Agim Ramadani, i cili thonë drejtën ka qenë një premtim që është bo vazhdimisht për 18 vite qeverisje të këtyre dy personave që unë i kam kundër kandidat, dhe problemi aty qëndron se vazhdimisht kur ka turbullira në ujin e lagjës Agim Ramadani, kur ka reshëshiu, duhet them, ka turbullira, i cili uj pastaj as nuk mund të përdoret për pije, as për larje, por edhe shkakton problem për teknikën e bardhë. Në këtë rast bojlerët dhe makinat e larjes, edhe është një burim që ka një kapacitet mjaft të madh, bëhet fjalë për 20 deri në 60 litra sekond. Ideja jonë fillestare ka qenë se si mund ta trajtojmë këto është vendosja e filterëve në secilën shtëpi, pasi aty bëhet fjalë për pothuajse 150 shtëpi, i cili do ta trajtonte me njëherë këtë problem dhe me një çmim të filterëve edhe më të mirë, jo më shumë se 100 euro, ky problem do zgjidhej me një kosto prej 15.000 euro, i cili për një ndërmarrje që inkason në muaj 500.000 euro nuk është fare problem, dhe pastaj e kemi pjesën tjetër të qytetit i cili furnizohet nga Vrella Goçit dhe ka kapacitet 14 deri në 40 litra sekond, edhe i cili po përballet me mungesë të ujit edhe në këtë sezon, por edhe në sezonat e tjera ka vazhdimisht ndërprerje dhe mungesë të ujit. Mbeturinat? Edhe kësaj vetëm pak të çështja e ujit se është viti 2025, edhe unë në vend se të flas për inteligjencë artificiale, për zhvillimet e projekteve që janë bashkëkohore, duhet të flas për problemet e ujit, po janë probleme që qytetarët i kanë. Edhe aty do të ndërtojmë rezervuar, si dhe do të bashkëpunojmë ngusht me ndërmarrjen publike dhe do të identifikojmë keshpërdoruesit e ujit, si dhe do të ndërtojmë senzor në sistemin e ujit për të identifikuar dhe evarit ose humbjet gjatë sistemit. Nuk është normale në 14 dhe 40 litra sekond pjesa qytetit mos ketë ujë. Me sasinë e njëjtë e ujit furnizohet e tërë komuna Ferizajit. Nuk është normale. Edhe për pjesën e lagjës do të ndërrojmë kypat e azbestit dhe do të shiqojmë nëse kjo zgjidh problemin. Tek problemi i mbeturinave do të vazhdojmë me trajtimin e tyre me shumë seriozitet. E kemi pasur një ndrym të formës së mbledhjes së mbeturinave, e cila është ballafaquar me shumë probleme. Koha, vazhdojmë tutje, Rushdi, problemi i ujit, mbeturinave edhe vërshimeve. Problemin e ujit kem para pa në projekt separatorin i cili do eliminon çdo turbullir të ujit. Edhe një informatë app, çdo 10 ditë i bën analizat hidrodrini në pej dhe janë ujt është i pastër, si përdhe ka turbullira kur ka reshje për shkak të edhe të gurthysit që ka qenë aty afër. Separatorët ekspertë që më kanë rekomendu duhet vendosen në mënyrë që ajo turbullirë të ndalet. Kanë ujë 24 orë ata. E dyta, mbeturinat. Komuna e Unikit e ka shtrirë shërbimin e mbeturinave 100% dhe është komuna më e pastër që është shpallë nga organizatat e jashtme. Duke përfshirë edhe fshati Gjoca dhe Asiq,
që një fshat malor, edhe atje, si dhe vendosen e një kontenjeri në livadhin e madh 1500 metra në alësim bidetare, mënyrë që çdo vizitor, turist, Mbeturina që i merr pe bjeshke ka mundësinë në lokacion dhe kemi ndalë atë ndotje masive që ka qenë gjatë përpara. Ne planifikojmë edhe shtrirjen e shërbimit në Mbeturina edhe në Bjesht. Planifikojmë që me zgjeruar do të kemi edhe një kontenjer edhe më lart atje, në mënyrë që të kemi sa më të pastra bjeshket unike. Menaxhimin e integruar të Mbeturinave kemi filluar në si komunë unikit, me ndarjen në burim të Mbeturinave, fraksionet letër dhe shishet plastiks në lagjen Agim Armadani dhe në institucionet publike dhe të bizneset private, është bërë ndarjen me dhe shtrijet edhe në lagje tjera, tash do të fillojmë shtej. Do thot, jemi model, sepse kemi filluar ndarjen pikërisht në lagjen urbanizuar e Agim Armadani, që mirë po ecë, por edhe të bizneset, edhe të fermerat, pastaj do të kemi edhe ndërtimin e deponisë që përmenda më herët, inerte, e cila kemi para pa të investojmë rreth 200.000 euro vitin që. E vërshimet pranë lumit të Renik, që po vërshohen shtëpiat pranë lumit të Renik? Ja, nuk ka vërshime të shtëpia pranë lumit të Renik, është e vërtetë se lumi e Renik o kry pa asnjë projekt, apo si ka desh punë kryse e dinaj, që shë ka kry, këta i kanë shti vesh lesh, sepse s'ju ka interesuar të vëpar, edhe o prish krejt. Tash unë jëm ty e pastru, me rregullu, e kom bo projektin, dhe ky projekt shumë shpejt do të gjej fonde edhe të ndërkombëtarët edhe qeveria jonë. Faleminderit, Agron. Po, ju lutem fillimisht lejoni të njoftoj edhe qytetarët edhe opinionin, që ne për lagjen Agim Ramadani kemi filluar, kemi punu, kemi bu projektin dhe kemi fillu në realizimin e për furnizim të ITP-s, me gjithat me arën për shtetë kryetari Shehu, e ka ndërprej, nuk e di arsyet, që mundën me pa fotografit, kur kemi fillu, do thot, edhe kur e kemi arrit marrëveshjen për buxhet. Pse e ka ndërprej, unë nuk i di arsyet. Jo, se ke më falë edhe. U thirr që kanë jenë ka bujnë mbledhjen në fshatin Gjoxa Jasiç edhe më lart, që për informat si është gjendja. Me Mbeturina. Unë nuk kam koment. Ti shqojnë Mbeturina. Kur jo mboj qëto fotografi? Qëtash, si ka 2-3 ditë më kanë qu. Së është e vërtet iq? Së është? Tjetra, që është shumë shqetësuese, tha i kemi bundarin e Mbeturinave një nërë të shqeqoni tani, kemi një shqetësim të madhë në vendin e quajtur prone i kalbët, ku burojnë ujra mbi toksore dhe nën toksore, aty sot me lejnë e komunës po hudhen Mbeturina. Ju lutem shqeqoni. Që kjo është e ndalune rrepsisht, sepse këto Mbeturina jashtëzakonisht mundemi marrë me mend se çfarë pasojash do shkaktojnë florën dhe faunin edhe në shëndetin e njerëzve. Kjo është gjendje shumë alarmante. Tash, gjatë këtij viti kemi pas me të vërtet redukime, nuk jem ka thina për çfarë arsyesh, po ata do ta kryjmë ky smet. Që në vitin e parë do të fillojmë me ujëmbledhjen e ri që do ta bëjmë në zharre të Unikut. Po çka është më shqetësuese? Tash janë duke u zhvilluar disa punime në segmentin ashtu e quajmë segmentin shtegu i Lazeqirit deri në qendër. Koha zot Nikuçi. Deri në xhami. Koha e dedikuar për ju. Masnej replikën e keni kërku. Lëshoni mikrofonin lutem. Që ka probleme me furnizim, është e vërtet që ka, por e kanë bërë edhe marrja e burimeve të ujit në lumin e Renikin e vogël, direkt, pa digë, kanë leju. Pelqimet jenë marrë në ministri, por lejen ndërtimore është shumë nga komuna. Nuk ka pas, se nuk është kush kundër ujit, duhet me pas qytetarë, po me standarde duhet me bëjë grumbullimi dhe ujëmbledhësat. Ajo nuk o punu, për shta ka mangesë, thatësire madhe ka qenë është e vërtet, por unë besoj se Uniki ka një ujë shumë të mirë dhe ka një furnizim dhe dënë ndërtimin që thashtë 1200 kubik e rezervarin, si që kom bëha dhe ato. Koha.
Kemi një përsëritje të premtimeve, pra problemin e ujit për përmendë 2009, 2017, 2021 dhe prap në vitin 2025 e thash prap, për këtë projekt që ka dash me lidh me vrellën e Goshit, nuk ka pas konsultim me menaxhmentin e hidrodrinit, ta këm bisedu, edhe ky që po don separatorin me ndërtu, duhet me na tregu sa ka me kushtu. Unë po tregoj filtrat e mi sa kanë me kushtu. O shkallaj me premtu zgjidhje megalomane këtu edhe me thonë do të investoj miliona, qindra mija, po ku kimi marr? Dihet kapaciteti financiar i komunave, dihet sa e bashkëpunuese ndërmarrjet, prandaj duhet të fokusohem në zgjidhje konkrete që e zgjidhin problemin. Këta kanë dëshmuar që nuk e zgjidhin sepse kanë pas mandatin qeverisës. Agran? Ne kemi pas zgjidhën problemin e ujit, megjithatë kërkesat janë rrit sepse është rritë edhe ekonomia, kështu që nuk e kam problem gjetjen e fondeve me partneritet, me bashkëpunim partnerëve të ndryshëm edhe vendor edhe ndërkombëtar. Kemi me kry. Agran, pite po du me vazhdu, s'kemi shumë kohë, në fund të emisionit jemi Joniku, si komuna tjera nuk ka mësim gjëditor, po du me folë për arsim fond, po du me ditë, a keni me fillu mësimin gjëditor me pilotu me naj shkollë apo jo në mandatin ashtë? Gjithsesi me Sa shkolla? E kemi një shkollë, një shkollë. Veç desha për informacion edhe një. Vetëm pak, prit, jetë merë ti, në sa shkolla kemi fillu mësim gjëditor? Do të fillojmë pilotimin e saj në shkollën fillore Edmund Hoxha, po fillimisht si parakush për këtë është ndërtimi i infrastrukturës, po do ta ndërtojmë, është një shkollë moderne që është kry kohëve të fundit, e cila nuk ka pranim teknik edhe shkollë emergjente, po kjo është çështje tjetër, po do ta ndërtojmë kuzhinën e cila është parakush për fillimin e mësimit tonë ditor. Në cilin vit po menon që mund është me lëshu? Vitin e parë do fillojmë me 2 orë shtesë, për të vazhdu pastaj me duke shtuar edhe deri në përfundim mandatit ta kemi në funksion plot mësimin gjithditor, i cili do t'ju lejonte edhe nanave që në Jonik është edhe një problematik të punojnë. Pra kur ato duhet të kujdesen për fëmijët pas përfundimit të mësimit 12 e gjys që është tani, ato nuk mund të punojnë. Pra edhe kjo do të ndihmonte edhe në krijimin e hyrave shtesë për ekonomitë familjare. Faleminderit Rushdi. Ne gjatë mandatit do ta bëjmë, kemi dhënë në premtim edhe publik. Sa shkolla? Në një shkollë është. Një shkollë s'kemi ma shumë tjetër, po është më rëndësi se qerdhen apo kopshtin parashkollorëve që kemi funksionalizuar, kemi ndërtu, është bërë shumë i qasë. Sa fëmijë janë në kopsht për afërsisht? 35 deri tani janë. Gradualisht kemi qitë thirrjen edhe për fëmijët që janë 0-9 deri 24 muaj. Që nëse ta ndihmojnë sidomos nanat që punojnë edhe ato dhe bashortit që të jenë të mundësishëm që të angazhohen në punë. Gratë. Ju lutem. Agran. Sa i përket qerdhës që tha, qerdha nuk është në ambient, një ambient veçantë, sipas ligjit dhe sipas këshilla profesionale, është që edhe në gjatë qeverisë sime ka qenë njëjtë në ambientin e shkollës fillore, kështu që ne prej vitit 2013 kemi filluar me qerdhën, kështu që ka qenë i akomoduar edhe atëherë edhe tash është i akomoduar. Agran, sa drejtori do t'ja dedikosh udhëheqësisë së grave? Nëse bosh këtë? 2 garantoj, ka mundësi edhe 4, po 2 garantoj. 2. Okej, jetë mirë? Unë do shkoj në 2 forma varësisht se si pajtohen edhe bashkëpunëtorët e mi, ose nënkryetaria e parë në historitë Jonikut femën dhe 3 drejtori, ose 4 drejtori për femna, që ta kemi barazim 50-50. Rushdi? Deshta të qerdhja. Qerdhja nuk është në objektin ku është, është barë në objektin e vetë është ndërtu. Ajo nuk ka në ambientin lutem është e kufizuar në çdo gjë. Me bashkëpunim edhe me eksperta ku marr licencën, është lëshu leja nga ministria. Okej, Rushdi, sa gra drejtoresha? Unë gra si të kom tana i bëj. Se i kom pas 3, po me ke nda shkun, se shkun jetë tjetër. Adhe të më zgjedhen jetën më të mirë dikun në qytetet urbanizuara, ku ta diun. Po nuk ka problema ja punë, as pak të unë. 3, 4, veç... 3? Minimum? Una? Minimum 3, adhe? Minimum 3. Okej. Këta ka përtu edhe në fillim mandatit tjertë, është pjesë gjysma që... Jo, së është të vërtet. Ta sa i ki aktualisht? Sa i ki aktualisht? Kom shefet kabinetit. A shefet kabinetit, ajo diçka tjetër. Edhe që shpo fletë sa të kom do t'i bëj thusi nuk ka vajza edhe gratë kualifikuara një unik. Ka, vetëm duhet prioritet ndaj tyre. E këta e garantoj unë edhe qeverisja ime me gjysmën e pushtetit të ndarë për gjinin femrore, pasi është dëshmuar gjithmonë se janë me rezultate. A banë me dhoni se emësëm se pata ndërmend. Në statutin e lëvizjes së vendosje është e përcaktuar se kandidati që për kryetar
nuk duhet femna me qenë një femi prej listë. A keni qëto? Jo. Ka për shepra, keni Ma gjej statutin e lëvizjes, por thot këtu, unë publikisht jap dorëheqje. Faleminderit. Jeni komunë. Që tashte. Statuti i lëvizjes, a di çfarë statuti i partisë? Faleminderit. Jetë mirë, ka shkena kohë. Ruzdi, ju falenderoj. Komunë e vogël me shumë debat edhe dinamik. Kjo kallëzon që so më rëndësi sa e vogël është komuniteti në Kosovë, o më rëndësi kualiteti demokracisë aty mrena, edhe gara shumë e shnosh në këtë komunë. Ka që kishim përsonte për debatin e Junikut, ne vazhdojmë t'jemi me ju nesër, në ora 7 dhe deri në fund të fushatës zgjedhore çdo natë në televizionin Dugagjini, si dhe në Facebook edhe YouTube të kallëzu.com, shihemi nesër e prej neve, prej debatit Junikut, natën e mirë.